Ndjekje si në filma në Vlorë, makina e drejtuar nga një 14 vjeçar përplas disa vetura në qytetin e Vlorës. Një ngjarje pazakon ka ndodhur mesnatën e kaluar ku një 14 vjeçar është arrestuar pasi drejtoi veturën në mënyrë të rrezikshme, duke mos ju bindur urdhrit të policisë. Sipas autoriteteve, i mituri ka kryer manovra të rrezikshme në rrugë dhe ka tentuar t'i shmanget patrullës duke i rritur shpejtësinë. Por pas disa minutash ndjekja ai ka përplasur një veturë policie duke lënë të lënduar 2 efektiv në detyrë. Fatmirësisht, punonjësit e policisë ndodhen jashtë rrezikut për jetën, ndërsa 14 vjeçari u ka pas tentativës për t'u larguar me vrap dhe u vu në pranga. Policia e shtetit bëri me dije se procedurat u krye në praninë të psikologut, avokatit dhe nënës të miturit në përputhje me ligjin. Ndërsa autoritetet apelojnë ndaj prindërve mos lejoni drejtimin e automjeteve nga të miturit pasi rrezikon jetën e tyre dhe të tjerëve. Për këtë dhe lajme tjera qëndroni në telegrafi.com.